Prokuroria e posaçme ka regjistruar zëvendëskryeministren Belinda Balluku si personin e hetim për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Sipas burimeve të besueshëm, Balluku është thirrur të paraqitet të hënën në SPAK mbi bazën e një shkrese që mban firmën e prokurorit posaçëm Dritan Prendçi. Fletëthirrja është dorëzuar në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Në dokument, Balluku i bëhet me dije se gjatë paraqitjes duhet të shoqërohet nga një avokat, gjë që nuk kupton mundësinë e komunikimit të akuzës penale. Burimet bëjnë të ditur se SPAK synon të ushtrojë ndjekjen penale pa masa sigurie dhe pa kërkuar autorizim nga kuvendi. Hetimi ndaj Ballukut lidhet me një sër kallëzimesh penale, përfshirë tenderin e tunelit të Llogaras, ku vlera e fituar nga një kompani turke u rrit me 50 milionë euro. Ende nuk dihet nëse Balluku do t'i përgjigjet fletëthirrjes dhe nëse do të vazhdojë të mbajë postet qeveritare apo do të tërhiqet për të zhvilluar betejën ligjore. Belinda Balluku ushtron detyrën e zëvendëskryeministres që prej korrikut 2022, ndërsa detyrën e ministres së infrastrukturës dhe energjisë që prej vitit 2019. Ajo ka qenë gjithashtu drejtuese politike e Qarkut Fier, ku Partia Socialiste fitoi 12 mandate në zgjedhjet e 11 majit.